patjetër që është e drejtë ajo që vendos një precedent të rrezikshëm. Dhe jo vetëm në rrëmbimin e Zelenskit, por vendos një precedent rrezikshëm edhe për këtu kenem Serbia, e pam se si Vučići direkt ka rënë rezoluta 1244. Pikërisht, dhe ai përpiqet gjithmonë që të gjejë hapësira ligjore për të legjitimuar veprimet e tij, dhe patjetër që ky është një precedent nga i cili Vučić mund të kapet për të riskuar, le të themi, sovranitetin e Kosovës. Patjetër dhe Tajvani po ashtu nga ana e Kinës, megjithatë e shikoj në afatgjat që kjo ndarja në sferat e influencës do t'i përcaktoj mirë aktorët, ku nëse kemi frikën tonë për shembull me Serbinë, duket që jo domosdoshmërisht marrëdhëniet e Vučićit me Putin janë shumë të mira në këto momente, duke parë edhe her pas here lojën që Vučić bën me Bashkimin Evropian. Megjithatë, jemi në momentin ku morali, etika, ligji nuk janë më decizive, dhe ku forca, ashtu sikurse ishte ndaluar nga 45-a e këtej marrja me forcë e territoreve, me dhunë dhe me luftë, nuk lejohej më, tashmë është bërë një realitet. Është bërë realitet me Ukrainën, me Gazën. Ka ndodhur marrja e territoreve dhe më përpara. Rusia dhe po kjo pretendimi se duke rrëzuar regjimet diktatoriale ose autoritariste ose që janë kundër interesave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. A mendon se ka pasur sukses kur kemi parasysh luftën në Vietnam, në Irak, në Afganistan? Të gjitha këto janë dështime. Janë dështime. Në fund, këto vende i ke lënë në një gjendje dhe më të keqe, në një kaos total, në Siri. Atëherë, kush është goll këtu? As nuk e përfitu ekonomikisht në këto vende. Pikërisht, ka një model, ka një vetëm harxime dhe vrasje të fellow Americans. Po, ka një model të cilën Amerika ka treguar që ka dështuar, dhe këtë e kemi parë sikurse dhe ju i listuat, Afganistani, Iraku deri diku, por nuk do të thoja dështim total. Megjithatë, në momentin kur Amerika vendos patjetër unilateralisht të bëjë një invazion në një shtet, gjithmonë invazioni apo pushtimi shkon me sukses, por në momentin kur transferimi i pushtetit apo kur transportimi i këtyre vlerave duhet të ndodh, aty është edhe dështimi më i madh